Policia e Lezhës ka finalizuar operacionin e koduar pajisjet duke zbardhur autorsinë dhe rrethanat e vjedhjes së ndodhur 4 ditë më parë në shkollën 9-vjeçare Beslidhja. Si rezultat i hetimeve janë identifikuar 6 autorët e dyshuar, të cilët kanë hyrë në ambientet e shkollës pas mesnate duke dëmtuar dyert dhe duke marrë pajisje me vlerë. Në pranga është vënë 22-vjeçari Arsel Brunga, ndërsa 5 të tjerët të mitur të moshave 15 deri 17 vjeç janë proceduar penalisht. 3 prej tyre rezultojnë të jenë nxënës të kësaj shkolle. Sipas policisë, të rinj dyshohet se janë nxitur nga 22 vjeçari për të kryer vjedhjen, e cila ka ndodhur rreth orës 1 të natës më 14 mars. Ata kanë marrë 16 laptop, 2 videoprojektor dhe serverin qendror të kamerave të sigurisë. Pas vjedhjes, pajisjet janë transportuar me një automjet Volkswagen dhe janë fshehur në bodrumin e një objekti në ndërtim si dhe në banesën e të arrestuarit. Gjatë operacionit, policia ka mundur të gjejë dhe të sekuestrojë 16 prej pajisjeve të vjedhura, të cilat tashmë janë marrë si prova materiale së bashku me automjetin e përdorur në krim. Ndërkohë, vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe përfshirjen e mundshme të personave të tjerë.